Plani për rritje dhe agjenda reformuese nuk janë vetëm kusht për integrim, por për shërimin e shoqërisë, porositi kryeministri Mickovski. Në debatin përkushtuar reformave të harmonizuara me BE-n, ai theksoi se nuk ka kohë për të humbur dhe se patjetër të vazhdoj lufta kundër korrupsionit, ndërsa ligjet nga agjenda do të sjellin arsim si dhe shëndetësi më të mirë dhe administratë më efikase. Sipas tij, vendimet nuk duhet prolonguar. Секој народ има моменти кога мора да избере, ќе остане во удобната стагнација или ќе се соочи со потребата од длабоки и храбри промени. Државата е токму во еден таков момент на раскрсницата помеѓу стариот систем и новата европска иднина. Në fokus janë ligjet reformuese, afati të cilëve u vendos për qershorin e këtij viti. Ministri për çështje europiane Orhan Murtazani i theksoi ligjet për prokurinë publike dhe këshillin gjyqësor, por vlerësoi se ritmi për disa ligje të caktuara duhet të përshpejtohet që të respektohen edhe afatet e agjendës. Në të kundërtën, shpresat për ligje në gjyqësor janë në 12 muajt periudhë grejs. Реформите таму бараат поголем општествен консензус, а тоа значи поголемо време за да се усогласат. Тоа не значи дека се доцни заради недоволна координација, туку тие процеси по природа абсорбираат повеќе време. Ambasadorja suedeze Emil Larsson-Jane rikujtoi se përmes planit për rritje, Maqedonisë në dispozicion i qëndrojnë mbi 700 miliona euro nëse i plotëson reformat. Planот za rast na Evropska unija za Zapadni Balkan predstavlja moćan pokazatelj za stremežot kon pomaganja na Makedonija od Evropska unija. Ministri i Drejtësisë Igor Fyllkov për javën e kaluar paralajmëroi konferencë për media ku duhej të shpjegoj deri ku kanë arritur ligjet për gjyqësorin, por e njëjta nuk u mbajt. Puna e tij ishte shënjesër e kritikave nga deputeti Antonio Miloshovski, sipas të cilit Fyllkov ka performanca të dobëta dhe ligjet tashmë është dashur të jenë në procedurë parlamentare.